Ore, ju pëlqen juve kjo rinumërimi në qarkun e Tiranës sot ka vendosur që të rinumërohen edhe qarku i Fierit. 2 qarke më të mëdhaja, domethënë. 16 deputet ka Fieri dhe 37 ka Tirana, si bie? 53. Mua jo, ata po them, po I kam marrë. Ata dua të them lumturi. Shiko tani, kutitë kanë që më datën 11, 12, që unë numëra në një ditë më vonë, ja dhe 13, ku janë kutitë? Kush I ruan kutitë? Kush I ruan kutitë? Dori numërohen. Kutitë del sot jemi 9 qershor. Kanë afër 1 muaj kutitë, ku janë? Kutitë kush I mbron? Kutitë kush I ruan? Çfarë është kjo tash? Për Zotin e madh. Tani në dorë të udit. Po, prandaj po them, tani, ngulmoni të bëni zgjedhje të reja siç doni të bëni, siç është një logjikë, të ripërsëriten, në qoftë nxini fakte të forta, të ripërsëriten. Aman, me andre, të bëhet kjo, e di pse, është fare thjesht. Ku janë votat kutit e votimit? Votat. Ka 1 muaj, kush I ruan? Uqit, po uqit ka 1 muaj me ato tani. Tani si kini besim juve, po flas kraun tim, si kam besim këta të Partisë Demokratike, që kutitë nuk janë prekur fare me dorë që më datën 11 a 12 maj. Kanë afër 1 muaj. O Zot, në gjithë botën përfundimi deri në 24 orëve, pasi mbyllën votimet, ndërsa në Albanistan dalën pas disa muajsh. Ne jemi vendi më I korruptuar në glob. E di o bardhi e di, po tani, këta të pëdes, ku e kanë besimin? Që kutit që janë në KQZ, në KQZ në kutit, ku janë? Në KQZ duhet jenë, po. Kanë 1 muaj. Kush I ruan ato kutit? Do rinumërohen, po mi dakord do rinumërohen, po kush I ruan? Kush I ka rrotur te tani? Si ke besim ti që ajo kuti që ka 1 muaj nuk është prekur me dorë? Kur ti thua që ma preku më 11 maj, më voj më 11 maj, që ke komisioner, e ke kamera e tëra, po tash që kutit kanë 1 muaj, ku di unë të mbyllura në ku duan ata? Janë në lundur, më thotë dëfrimi. Okej, janë në lundur. Në lundur, këta rojet ka një të pëdes, apo vetëm rojet socialiste janë në vlla? Dëfrim. Rojet. Se tha njëra, vinë njërë këta, vinë nga njërë këta komisionerit të pëdes. Si vinë nga njërë? Ore, natën, kush I ruan ato? Natën, kur ata ben uqër, kush I ruan kutit? Si do planoni ju tani të rinumërohen kutit, kur kutit kanë 1 muaj, që janë në mëshirë të fatit, e një këshu. Edhe uqit ju vërtit e këshu. Fillimisht dorëzohet nga kryetarët e KQZ-s. E sigur që I ruan patronazhistët. O dëfrim. Ore, unë jam popull, edhe unë mendoj kaq gjë. Sot u dha urdhër që të rinumërohen edhe qarku I Fierit. Qarku I Fierit ka 16 deputet. Dhe qarku I Tiranës 37 deputet. 37 dhe 16 bëjnë 53. Tani, më pas merrem me procedurë verbal dhe ruajmë me kamera. Ore dëfrim. O dëfrim. Ore po uqrit, çfarë kamera bre më thua? Çfarë procedurë verbal ku pirtin këta? Ore këta apo thot PD-ja që janë vidhur më 11 maj, që do të thot atë ditë që ishin me komisionere, me kamera e me male me njerëz. Kutia ka 1 muaj që fle në lundër, thua ti. Ku e kam unë garancinë që në lundër, në gjatë natës, nuk kanë vajtur uqrit dhe kutia si qeshte e marrin dhe e zvendësojnë me kuti tjetër.
Ma thuaj mua të lere, po që Zerbalët meri me prezident Bale, fshin pyetën ata vlla. Ja ta vedin që kapelen e Fidelit unë. Tashi po bin dakord të tërë, kur u thesha unë, tani po bin dakord të tërë, edhe për qeveri teknike, edhe për grevurie, ju tha që më 2023-shin, se jam ja para, ore mos hyni me këte, se më dëgjuan, tani e vërtetuan. Mirë po mua tani, kur shikoj aty, që thot, sot u vendos që të rinumërojnë edhe kutit e Qarkut Fier. Qarku Fier, 16 deputet, Qarku i Tiranës, edhe një dyja nga Dibra. Po vetëm këto zeri tani. Kush mi ruan kutit mua këtë muaj? Një muaj kutit në dorë të uqërve. Qarë janë këto rinumërime këto karagjozleqe më duken mua? Për Zotin e madh. Mendimi im qofsha e gabuar. Po zhberi Surel, zhberi Lundër, njësoj ishë vëlla. Janë në Lundër, gjatë natës kush i ruan? Kutit që në të mbusho? Po mirë, po që të numërojnë tani? Po tani që të numërojnë oti? Doni. Qa do numërojnë tani që ta që do rinumërojnë këto? Qa do rinumërosh një kuti që ka një muaj i mbyllur? Da ta nënë sot. Ka afërsisht një muaj i mbyllur kutia. Edhe në shtëpi i ruanin. Aq vota janë brenda kutisë. Tek tuk ndonjë qorë që ka lexuar mirë, se ka lexuar mirë votën, ose me qëllim ka favorizuar në një. Edhe në shtëpi i ruan. Ore, o dëfrim. O dëfrim. Po si më është njësoj edhe në shtëpi? Ore vlla, kutinë tani aty. Është në Lundër kutia, ta zemte. Vjen një fugon më 2 të natës me 10 kuti, të njëjta me ato aty. I heqin ato 10. Tani topat e Sinanit dhe të numërojnë ata prapë. O s'keldi. Tani topat e Sinanit le të numërojnë ata, po prapë ashtu janë vëke. Po prandaj po them tani çfarë do fitojnë, që unë se kuptoj tani. Do rinumërojnë votat e Qarkut Tiranës dhe të Qarkut të Fierit. Besimi ku është? 0. Kush kutia ka një muaj? Po i qa koca për të largojnë, tani si do justifikojnë, valla. Po jo, se kështu jemi gjuna, valla. O, Lidi, e kanë kry këtë punë në ta, tash, valla. Talje. Po talje për janë gjuna njëzit, valla. E kupton, ose është një logjik e thjeshtë, bre, valla, tani. Ore, ty t'i vodhi më 11 maj, ti thua që mi ka vidhur. Do me thënë, ti ka vidhur më 11 maj. Po pas një muaj, mo. Kanë një muaj kutit aty. Kush i ka rojtur? Ka në GBS brenda kutit, thot njeri nga Selia e Pëndes. Ore, qarë është kjo? Po për Zotin e madh. Nuk se di. Nuk janë tashi. E më thuaj vrenos. Je gabim. Unë shko në një logjik për qytetari, mo. S'jam unë, po për qytetari. Tashi, kur unë them që ti mi modhe votat më 11 maj. Tani, qarë do rinumëroj unë pas një muaj? Qarë më ku ka vota aty, qarë të numërosh? Ka vota aty, qarë të numërosh? Ore do të ani më thellë. Ore do të ja ueqin e datë 13-ën, do të ja onzerim 12-ën. Vetëm listën me mbyllur. Unë se marrë veç tani. Mos bini dakord që shto me të... Tani të rinumërojnë votat në Tiranë dhe në... Ore, ty t'i vodhi aju më 11 maj. Tani pas një muaj, thua ti, a numërojnë që ka të kutinë. Ajo kutia ka një muaj, më qëri aty. I kanë matër bubat. Ti thuat, a ta rinumërojnë kutinë. Po që shkjo? Qoftë e ka buar, unë them si qytetar. Si qytetar, dhe kur ne themi që Edi Rama ne ka vidhur më 11 maj, atëre si tani thua ti do rinumërojnë kutit në Qarkun e Tiranës dhe në Qarkun e Fierit, një muaj pas kutit aty grera. Shpresa nuk dhe skurë, e në të vërtetë, demokratët e ende mbetën në viktimat e së vërtetës. Aroj vlla, na i gjeshën dhe këte edhe.
mos dalin më shumë pastaj për pësene. Po edhe, po letra e bythës të ore, u rrit prapë, mirë. Ore, për zotin e madh tani nuk e di, man. Unë nuk jam për këto rinumërimet, se desa thonë uqrit, desa thonë këta, cili bashkë këta, të rinumërojnë, no? E i din ata. I kam marrë rukën, bravo, vla. Për që është kjo tani? Ore, kur ti thua, ma vodhi votën më 11 maj, tani, pas 1 muaj që vota ka nendur tërportë, ka ikur ka pirë, ka bërë prasha dhe nga dursi vota, di unë, në kanë vatër dhe kam bërë qef vota, të hy, edhe tani janë në, ku më tha njeri në dur, ku janë? Në Lundër. Votat janë në Lundër. Po së më duket, qofsha i ka buar. Po mos të tani prapë, si që e këtë me votën e diasporës, e me këto. Që është kjo, rinumurim pas 1 muaj. Po këto janë talje bythe për Zotin. Rinumuroni, ju e dini, po. Rinumuroni, po që të themun të shi? Nuk e di. Ta marrësh kutinë, ti jetë kutia 1 muaj në dorë të uqërve, e ti duash të ashin, ne ma ta numërojmë, që ta një shtama. Kur të dalin më shumë akoma pasaj për pësenë. Do bëni si uqër. Ja. To si je dakord ti të rinumërojnë këto, se sot u vendos të rinumërojnë edhe qarku i Firit. Edhe qarku i Tiranës që është vendosur, po kutit kanë 1 muaj o ti shoku fatos. Kanë 1 muaj që janë në Lundër, i ruajnë uqrit. Si do unë se kuptojnë, në kjo është fare për ka... Kur ti thua që mi kanë vidhur, më datë 11, që vaj halli pas 1 muaj. Kjo që është i rinumurimit, është tamam, si ta apësh gjenazen pas 20 ditve. A, tu befsha, unë tu sajmi, a. Besa, tu rë shëndet, bla. A, o birë. Ma aktivisti ka qenë. Besmis Pau ka qenë ma aktivisti. Zotit të bekoftë, vla. E diti se të them. Ta shumë për këta yra, vla. Për këta yra unë, thash, darë të thas njërë me miqtë e mi, si e shlo punë, të bene qartë të duan, së më plas me, po e njeta, melodit dhe se të ftoj, ta. Fatos do që është një nga demokratët më të zjartë, edhe Besmis Pau e. Shikoj të shik, e shikon njëzit, dy nga demokratët më të flaktë më shkojtë këtu, që janë më zitur, janë e shikon, të bëjnë qartë të duan, thë së më plas me. Po janë lodhur njëzit, be tani. Po janë lodhur be va tani. Tani, kur ti thua mi vodhi kutitë më 11 maj, si do rinumurosh kutitë pas 1 muaj, që 1 muaj kanë qenë në uqrit. Kjo punë është kotë fare, talën dhe 2 palët. I ka e lash o birë. Populli po popull o birë. I ka e lash tash. Kur shkruajnë demokratët, të këta që më shkruajnë janë super demokratë, edhe janë lodhur, edhe janë mëzitur, imagjinohet tani të tjerët. Nuk e di unë. Unë ky mua betës qarap fare, po që këshu, me rinumurime, me këto, do kthejnë në Karagjoze. Po të gjomni mu, ju beni si të doni, ore. Po do kthejnë në Karagjoze fare. U be kjo punë, do me thënë. Unë nuk e di. Po që se më ngulmoni, kini fakte, për zjerit të vjedhura, mos pranoni as rinumurime, as gjë, dhe mos hyni as në parlament në shtator kur të vini aty. Morë vesh, në qofse tashi me këto rinumurimet, gjas me gjoja, do justifikojni jo. Liro kush e mori Bashkinë e Tiranës. Me tatë, e më vlla, si të kam. Tashi, ajo do kaloj në shtator në zjedhit akoma, Rama vuri një qupë, po që e nëzora një video unë. Rama vuri një qupë këmo, se si kam bimbi, rus të emja. Bo që ishte ajo
Po, piperkë, me atë të piranjave. Piperkë, ore, i vati e zuri në palestër, që në orar të punës. Edhe i tha cejë në palestër, kjo e pas ka të shoqin në presidencë, për janë tërë të lidhur të berë, se shrasësi, Po mirë ne, o mirë populli, i thjeshtë. Nese tashi po iki unë, duke thënë, edhe njerë, edhe e mbyll. Lexoj sot, lajmi fundit, para ca orësh, do rinumërohet edhe qarku i Fierit. Qarku i Fierit ka 16 deputet, do rinumërohet edhe qarku i Tiranës, që ka 37, që ben 53. Ramës i është dorëzuar më 17 maj 2017, në Tavolini i është dorëzuar nga Lul Basha. I është dorëzuar në Vallëzim Basha sekretari i opozitës, pushteti lokal, pushteti qendror, ekzekutivi, legislativi, gjyqësori, KLD-ja, BKE-ja, SPAK-u, rinumërimi si çekapi për të korrigjuar proceset verbale. Këta e dino ti, nuk di që të them, unë ti të them këtë gjë, që ti, kur thua mi voti me 11 maj, rinumërimi i Tiranës dhe i Fierit, pas një muaj, data 9, sot, ka qenë një kuti të flenën në Lundër, kush i ore do t'ja futin më thellë, në rregull, ju e dini, nuk e di unë. Unë ti të them këtë gjë, këto rinumërimet, këto më duken si gjëra për të qeshur. Qofsha kapim, po nuk e di. Po ngulmoni për jo lodhur bre, por na duket veta kullufa jari, duke dhënë shpirtin, po e di o to si di. Duke dhënë shpirtin për këta, dhe pasi mbarojnë zgjidhjet, as ju andin të marrin njerë në telefon. Ore faleminderit, po të shkojnë të pidhen, se nuk ju a dua fitore në 2025, pasi t'ju a le veta ai me ndonjë pazar. O biri nënës. Kuj numërojnë vota, thot, a i ruani ju të pëdes. O bir. I ruan shteti një muaj, që të pëdes. Që më 11 maj, o me datë, dhe sot i ruan shteti ato, policia e shtetit. I ruan Rama. Një muaj i ruan Rama, e thata që, a ti numërojmë. Teçkën e seçkës. Ku e di unë? Dukem i bukur me këta. Dukem si i plak dhe me këta. Esh me të ngecur. Mosaro që kanë erdhur. Nga e për të vëzhguar. Dhe këta janë ashtë sigurt në numra sa që do të nxjerri për den vof. Në qoftë se duhet jemi seriozë, nuk duhet të pranojmë rinumërime. Arnime, quhet, qepje. Qose e serios në atë që thua, nxjerr fakte që kanë vjedhur, burum në shator mos hyri në grevurie, kërko qeveri teknike. Kaq, ojli, këta në specialista edhe socialista. E kthejmë plaku i urtë e izvorë. E di, po çfarë do bëjmë? Çfarë do bëhet tani kështu? Çfarë do bëhet shumë me këto rinumërimet? Mbrona o zot, thuaj. Ika të bëj një kafe? Se më pije një kafe? Pra nuk, aq të mërzitur jemi, aq të radhur jemi sa më s'ka, për zotin e ma. Na mbytën komë, po nuk kini të aftë, bre, po nuk kini më të aftë të ndaloni një shalatan, bre, ku e di unë, bre. Një shalatan si një të aftë të ndaloni, bre. Na grivi, bre. Po na grivi na mbytja. Ta shi rinumërime, qari rinumërime. Këta bëjen në kontraditën. Këte thonë si njojmë zjedhjit, këte duan rinumërim. Ja morën dhe 5 deputet, se një mund do marë. Çfarë dyshon? Legjitimon zjedhjit. Po e bre, si du thuash? Se ti me këtë rinumërimin, do thuash dakord pasaj. E po edhe.
E kujtova vlla, e kujtova unë, po. Unë e kam me këta timin më shumë, ore, lere me ata, ore. Ore, unë e kam me këta timit, vlla. Edmond Kyçyku. Do me në tërë njëzit që njohune, tërë demokratët, për zotin. Nuk e di, janë shumë, po e le me kaq, nuk di që të them. Nuk di që të them. Tani, nuk e di. Është një rëmuj shumë e madhe. Të them tani, umbe, apo justifikon umbjen, apo justifikon vatjen e parlament, ta nuk e di. Tani që të bëni, jini bura. A jini bura, mo? A jini bura, që të bëni tani? Ta që këto rinumërimet me duken fare për Karagjozi. Që ofsha gabim. Ne jini bura, mos i njini zjedit si shtatë që nuk do t'i njojmë, mos i njini, mos i njini asë në parlament gjanëm. Edhe pasaj, vazhdoni alkat e tjera. Gjithë me zidin e ma oqë Vitore Fidelit. Ka që prazit titës më plasë. To si të përqafoj vla. Ja ku e kam ja. Nese tashi. Nuk e di to si. Zoti e beth mirë, po për ne. Nuk e di. Për mua, me mira do ishte. Për mua, po unë koca flasës më gjo njeri, po që e kam thënë to si. Për mua, për ne demokratët tamam. Për ne. Unë u qava që 2023-in. Që mos hynim 2025, një ka me video. Mos hynim, tani kujtuan ata. Po thanë ta që ata, po, tani jemi, tani duhet qeveri teknike. Tani kuptuan, si e kuptova unë, më përpara se juve, nese. Por, në qofë se doni bre, që sektori numurimet këto, e ben, do më elektoratin blu, përshëndetje o njeri mirë, asë unë se jam dakord për rinumurimin e votave, ja. Ja dhe për shumë demokrate di unë, për është një logikë mo, që do rinumurosh ti mo, ti thua mi voti më 11 maj mo, tani ato kanë një muaj aty në Lundër, ku di unë, kush ka hyrë aty, ka hyrë Ariu, o dizi. Rinumërimi po e ben për kandidat, le, fare të mos e njojmë, ne nuk e di unë tani. Unë di këtë gjëre. Rinumërimi po e ben për kandidatët e pëdes, cilë kanë dyshime për vite e vote. Çështja është kush e solli Ramën në pushtet dhe kush po e mban. Prandaj duhet bërë një analizë e madhe o ti, pesnik. Jo, leshi o preshi. Bëhet një analizë e madhe, stër madhe. Pse po vazhdojt në këtë lloj mënyre? Ku ne po vazhdojmë në këtë mënyrë dhe sjell vetëm humbje. Njeriu më i thjeshtë, njeriu më i paditur. Këtë bën. 12 tani se të fillojmë prapë, po ja ta fillojnë njëri prapë kështu. Se sikur ka lezet, sikur e mbledhi muhabetin. 2013 në humbëm, 2015 në humbëm, 2017 në humbëm, 2018 ja dha Luli Vejt. Luli e shkatru si numër 1 i opozitës. Këtë e kemi thënë. Në shkrivi opozitën, Luli e shkrivi. 2021 në humbëm, 2022 bëm ca të pjesme i humbëm, 2023 lokalet i humbëm, 2025 i humbëm. U bën teta. Tani, vetëm humbje. E që e thjesht më fare. Ore i dua të gjithë, ore i dua sa më s'ka të gjithë. I dua i ka miq më të gjithë unë. Fillo që të gjithë i ka miq unë. Fillo në të gjithë kryesin unë mirë shkoj, me të gjithë i kam. Që në flamurje, që në Edi Paloka që ka mike, to moralizot, të gjithë i dua e bej. Po aman dua edhe fitorin e Partisë Demokratike. Aman dua edhe të drejtën. Dua dhe ku po qalon kjo gjë. Kjo thjesht është për opinion, dhe me sa kuptoj unë, kjo ka qenë marrëveshje. Po themi këtë, të mirët ne, se jemi demokratë vërtet. Prandaj them, u betër kjo humbje, tani, unë e kam thënë, e thash që në 2023, është turp të thoni prap na i vodhi. Gjithsesi, po patët që jo ka vidhur, hajde burëm t'i nxirni, këto që t'ka unjo kjo, se tashi, përveç saj, humbjet janë turpruse, me shifra të çmendura. Unë mundën në Tiranë më 2023 me 70.000 në Tiranë, 20.000 ande, me kaq këte, edhe tani, me male, 83 me 5 ditë.
Kemi që 2013 në numër. Tani op, thot, dal deli pari, kush është, Çobani, del Sali Berisha i pari. Ta, edhe thot, stop, e pa s'ka me se u lodhën njerëzit. Stop. Analizë nga koka në këmbët. Me gjithë humbje, të gjithë ini, në rrugë të gjithë, të fillojnë të bëjnë votime për njeriu, një kryesi të re të tërat. Këta fillojnë tani, janë ja dy që më flasin mua, janë ja dy. Po ne kemi dhe në kontribut, ne kemi tërto vite dhe kemi dhe në kontribut. E do marrësh një druet të ndikës me vrap. Kontribut në humbjo, po unë kam në kontributin tim si balerinë. Po i ka dashi i letë na tregoni, ne kemi përshune, ore e përgjishme është që ne jemi, tani si do të bëhet ka punë kështu? Apo do vini në plash të lahen ja, edhe nga shtatori shikojemi, që temë, Apo do vini në plash, po ikni se gjynas, kini as leka. Ikni. Ikni në plash, ikni. Ikni në plash e më di shtator ajdeni. Ja dhit në qeshor sot. Kori, gu shtator, kush i paguan këta 3 muaj? Qi temë në semës. Qi temë në semës. Është jo punë këtu. Këtu është qi temë. E po të bëj numrat, jo numrat cirkore, po ky... Unë këta të them, duhet një analizë themelore për humbjet e një pasnjeshme. Për humbjet e një pasnjeshme. Sepse në përbizetat me demokratë që i kam miq, kudo me qindra që i kam këtu në Facebook e kudo, janë të gjithë mërzitur. Të gjithë mërzitur, sidomos me kryesinë e pëtes. Ti ka ju e të njerëzit të mërzitur janë. Ti ikin të shduke në lodhën e janë këshu e janë ashu e të meri zotit. Ta që se kush do bëjt këtu analizë, se si do bëjt, që se do vazhdojmë këshu, me këto rinumërime dhe me këto dhe të vazhdoni si qini pa ju gjem në këmbë, Edi Rama do na përdhunoj më 2007 dhe në 2009 do na varosë. Ja u kam thënë 2023 nuk më dëgjuat, thotë e më ky marja. Ju thash, mbaruan zgjedhjet 2023, thash, unë e lexoj kështu votën, që nëse vazhdojmë kështu. Ore vërteta kjo është tani, se në qoftë se populli do të mëzitur me Ramën në kuptimin e plotë të fjalës, do t'i pinte, do t'i aleronte da Ramadan, gdank, le të vite sa të donte, do të 1 milion e ca. Mi pas ka besim në kjo opozit populli. Se po të kish besim populli, ore, jo ne militantët që me votojmë që me 5 mëngjesit të dhenë. Populli, ore. Ore, populli ka popullet të ma qarë mëzitur me Diramën, ore. Po nuk shikojnë dritë nga e djatha, nuk shikojnë më vla. Tash ja duhet bërë një gjë që të shikojnë ata një dritë, e si ta them tash. Bir. Vazhdoni, nuk e di. I ka se më zëkoka. Di të them vetëm këtë gjë. Jam lodhura. Ta shikoj kujtoj tërë ato ditë aty, se po të flasësh tamam si që ndin, të sule këta, kuptono, janë ca militantës të murë. Që të them unë tani, kuptono, nuk kanë një ashubre, kuptono. Unë sinqerisht e them, edhe babaim t'itë, po, sinqerisht më dhe babaim t'itë, e ky jam unë, të si umbje, të t'i them babaj ti mare, për shpirtin e të që babaim, do t'i them, hap kraun, shiko beni, biti qka, po jo këshu, këshu jo. Këshu janë mëzditur, njëzit sa më s'ka, dhe po vazhduat këshu, situata shumë e keqe. Ju vazhdoni, bëni si të doni. Urgjentisht jeni të vonuar, blidhni ku di unë këshillin kombëtar të vëdesa, nuk e di çfarë është ajo ku vendi. Blidheni, shkarkojeni të gjithin.
dhe votojnë nga fillimi, të votojnë të gjithë njerëzit. Cilët njerëz duan aty në kryesi? Cilët njerëz duan, cilët njerëz punojnë të vend? Cilët njerëz i do populli, kush janë më popullorët? Po vazhdojmë kështu, por radikali. Keq më keq. Vazhdoni. Mirë ne ja ndesim cigaren, pim kafen edhe bëjmë oj, kaq bëjmë ne tash. Oj, po u lodhëm o. Po u lodhëm o. Po na dhem po, se mos filloj tash, se po fillova. Më mi ta mbyll, se po fillova, më pastaj filloj. E mbylla, se po fillova. Po e fillova këngën, bir.